Tezja ime përdori këtë mask me aspirin. Ajo është 50 vjeçe dhe tani duket si 30. Provojeni. Rezultatet do të vijnë re që me aplikimin e parë. Aspirina është një qetësues i cili përdoret shumë nga të gjithë ne. Zakonisht u jepet pacientëve të cilët vuajnë nga problemet kardiovaskulare për shkak të vetive antiinflamatore që ka. Por, duke lënë me njanë anën pozitive që ka për shëndetin tuaj, ai gjithashtu mund të përdoret edhe në fushën e kozmetikës për shkak të avantazheve të tij. Substanca e tij kryesore nga e cila përbëhet është acidi salicik, i cili ka veti të mrekullueshme dhe është armiku kryesor i puçrave, akneve, njollave të errta për problemet e porreve e të tjera. Maska me aspirin, kos dhe mjalt. Kjo maskë është shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe ka veti shumë të mira për pastrimin e fytyrës nga puçrat dhe nga njollat e zeza. Kjo përzierje do jetë gjithashtu edhe një hidratues shumë i mirë për fytyrën tuaj, duke i dhënë kësaj të fundit një pamje rrezëllitse dhe do rregulloj kompleksionin e fytyrës. Përbërësit janë 5 aspirina, një gjysmë lugë me mjalt dhe një lugë me kos. Përgatitja. Thërmojini aspirinat në një enë dhe shtoni në të kosin dhe mjaltin. Përziejini mirë dhe aplikojeni në fytyrën tuaj pasi ta keni larë me ujë të vakët me qëllim që t'ju hapen porët. Mbajini këtë maskë në fytyrë për 20 deri 30 minuta, më pas shpëlajeni fytyrën me ujë të pastër dhe mbylleni procesin duke e lyer fytyrën me kremin tuaj të zakonshëm hidratues.